Po çdo njohje është shumë e nevojshme edhe e mirë për Kosovën. Kjo nuk ka dilemë. Por për këtë njohje, meritat 100% i ka vetëm zotëri Begjer Pacolli. Në asnjë mënyrë Donika, as dikush tjetër. Sepse s'ka bo kur gjajo, s'ka bo. Ku ka shkua e Kosovën e ka qitë në pozitë shumë të keqe, ka korrit një farë mënyrë, që shtojmë kështu me fjallë thjeshta. Ku ka shkua e ka korrit Kosovën. As një bisedë serioze, as dëvëlishme për Kosovën, Donika nuk e ka bo në për vizitat e skandale ka bo. Kurse Begjer Pacolli është kontribus i jashtëzakonshëm që s'nalet kur. Edhe një shumë njerëz, shumë shtete, ka marrëdhënie të mira, dhe kjo nëse Donika apo qeveria me marrë meritin, gabon shumë, se çdo shqiptar duhet ta dish që kjo është merit 100% e Begjer Pacollit. Dhe bravo i qoftë edhe i lumt, edhe gjithat mirat. Po kjo është një sukses i madh që ka rritë shteti i Kosovës, do me thonë u bom një shteti i 187 që po na njohin shtetin e Kosovës, edhe pse Serbia ka mos punënohet me na gjunjëzue e me shti shtetet tjera mos me na njoht, çak edhe ka qysh lexova e ka thue edhe gruën e vetë më mundu këta me i bind mos me na njoht, por ata i kanë kuptuar rënd të dallaveret e Serbisë edhe e kanë njohur shtetin e Kosovës. Por që të gjithë e kanë dhënë punën e vetë, kanë merita. Unë nuk muj me dhe, po meritën kryesore e ka shteti demokratik e Kosovës, se ata kanë besuar që na jemi shtet demokratik, na kemi qenë gjithmonë të diskriminuar nga Serbia, edhe e kanë ditë fashizmin që ka përdorur Serbia ndaj neve, edhe për atë këtë arsye, do me thonë, na ka njoft. Shumë me qef njohjen e Kenis që e ka njoft Kosovën si shtet, zoti i ndihmot atyne, po edhe neve. Po edhe na duhet me komunionjos ndaj tyne, që po na njohin. Kush ka lobu, nuk e di, veç mira që na ka njoft. Që kaq. E falenderojmë shumë, faleminderit shumë.